Mirë se erdhën. Mirë dita, si jeni? Jeni mirë? Jeni mirë? Mirë, faleminderit ju. Hajde bojë. Skamje dhe sëmundje. Kjo është tregimi i familjes 5 antarëshe Mehmeti nga Studeniçani i Shkupit. Krye familjari Xhevat Mehmeti, pas goditjes që ka marrë nga një vetur, ka ngelur me invaliditet në këmbë. Tani është me shufër dhe ka probleme me kurizin. Gjithashtu ka operuar lukthin. Vetëm kur ndjehet mirë punon në ndërtimtari për të siguruar kafshatën e gojës. Shtëpia në të cilën jetojnë është plotësisht e shkatruar, ndërsa për shkak se dyshemia nga lagështia është kalbur dhe ka rënë, ai është munduar me dërasa të rregullojë sadopak. Unë kam edhe hekër në kom, edhe me kiqme në kom problem. E kam kiqme. Në plus jam i ban të operaci medje. Punoj ka pak graduin, ama kësha punoj me zash shkoj. Kur vëjnë shpej kam dhejmë të kam, se në qohëm. Për shkak kamës? Po kamës se unë kur më karo kjo e kam pikani, e kam unë... Ama jo me gjithat vazhdoni me punu ndërtimtari? Po s'ka tjetë, mora me punu, s'ka, vjen struja, vjen ajo, du të mi pagu që të ndalë një rinë. A kjo ka pejk, unë i kom vohë drona i kom vohë pashtë. Se kjo ka pejk, këshit një që kjo ka pejk, këtë ka pejk, që ujti i bileton, ujti i zë struje. Banja në këtë shtëpi pothuajse nuk ka, bojler nuk posedojnë fare, ndërsa nga frika se dishemeja e banjës do të shembet, ndodh që edhe dimbrit fëmijët i lajnë jashtë. Kuzhina nuk ekziston fare në këtë shtëpi, ndërsa në balkon zonja Fetia në ver apo dimër i lanë enët. Për shkak të mungesës së mjeteve financiare, Xhevati shpeshherë thot fëmijëve të tij se një ditë do të bëhet më mirë, por vajza e madhe që tashmë i ka 14 vjet ka filluar ta pyes kurrë. Bojler s'keni jetë? Jo, s'ka, kur gjanë s'ka. Si laheni ju? Me kova, që 16 vet. Që 16 vjet laheni me kova? Po, s'ka. Ma shumë i ka lau, jashtë i ka lau, e që ti i ka lau. Verës? Po, ka pa vakine dinit i ka lau. Që ti i ka lau. Te kjo pjesa këto? Jo, heqnu, të shkallët i ka lau dhe i ka hipnar. Se u ka frikë po bere, pas. Edhe lipin ato, unë i vë thamë ase dhe bëndë ma mirë, ato më thonë kur kemë bëndë ma mirë. Familja Mehmeti ka nevojë për gjithçka, përveç mbathje, ushqim dhe mbi të gjitha për shtëpi. Apeli ju i kryesor është për ndërtimin e shtëpis, ose për banesë, më thatë ma herët. Po, gjithë kete mundësej, veç tim në lotim, mu kete penges të më zonë e sruja, se ti mbejt e caltë, unë shkoj më punë, e mbaj gëllën të caltë, e mbaj. Muska rajo, muska zonë të një sruji. Sa gjë mendja më rejnë shpejme. Ma së ndaj me zonë të një sruji, mund, gjithë më do të jeta, që ta mbejt e fëmi, sruja. Qka jetoj atë? Të gjitha ata që kanë vullnet që ta ndihmojnë këtë familje, këtë mund ta bëjnë në xhirollogarinë që e shihni në ekran, si dhe mund t'i kontaktoni drejt për drejt në numrin e telefonit.